të nderuar deputet. Ndoshta ishte një fjali e ministrit, e cila me ka nxit që ta marrë fjallën, se agencioni përgjigjet kuvendit. Unë pajtohem që Trepça është një nga pasurit më të mëdha kombëtare të këtij vendi. Dhe unë shkete natyrshëm që të debatojmë dhe të marrëm vendime të rëndësishme për këtë çështje. Pak më parë, nënkryetari tha se dikur ka qenë parulla Trepça punon Beogradin ndërton, tani do ta bëjmë parullën Trepça punon Kosova ndërton, që në fakt nuk jemi në atë rrugë. Po mund të themi që Trepça mund punon e dikush mund fiton, po kush nuk e di, po Kosova si po duket ja. Ky procesi i privatizimit mendoj që ka filluar mrapsht kur ka filluar dhe ka filluar në kohën e Unmikut, i cili ka pas formuar një agjencion mirëbesimit Kosovës. Mirë po, ky agencion për të qenë agencioni mirëbesimit Kosovës dhe tani i privatizimit Kosovës, duhet ta kishte një agencion që e mbikëqyrë. Se si paralizohen kontraktat që objekte e pasurisë që po privatizohet. Dhe një agencion i tillë nuk ka ekzistuar asnjëherë dhe nuk ekziston. Tash, her pas her, topi i gjuhet kuvendit se kuvendit i përgjigjet agencioni kosovar i privatizimit, edhe kështu nuk e ka bashkëjt e anën Shqip. Dhe mendoj që nuk është e sinqert, në rënd parë, Trepça si pasuri kombëtare nuk do duhet i leje një agencionit, që nuk përbëhet nga njerëz përgjegjshëm. Në rënd parë, bordi që i merr përgjegjësinë, unë mendoj që nuk përbëhet nga njerëz përgjegjshëm, nuk përbëhet nga njerëz që kanë kredibilitet profesional, nuk përbëhet nga njerëz që kanë kredibilitet intelektual, nuk përbëhet nga njerëz që kanë kredibilitet politik. Dhe vendosja njerëzve të tillë në për institucione kaq vitale për vendin dhe për të ardhmen e tij, mendoj që është një papërgjegjësi e madhe. Prandaj, ne duhet themi, e kemi privatizuar Feroniklin. Asnjëherë, asnjë ministër, asnjë financa, asnjë ekonomist nuk ka ardhur na treguar se çka Kosova po fiton me privatizimin e Feroniklit. Bile, unë mandatën e kaluar e kam pyet kështu në bisedë private ministrin e financav çka po fiton Kosova me shitjen e Feroniklit, pasi ai ka qenë një nga njerëzit që ka marrë pjesë në atë privatizim dhe s'ka mujt ta thotë asnjë fjalë. Unë mendoj që as qeveria sotshme nuk mund ta thotë asnjë fjalë se çka buxheti i Kosovës fiton nga Feronikli. 1, 2. Ne koma parë është privatizuar distribucioni. Kur krahasohet me gjithë të tjerët, del se vërtet janë shfal. Edhe pse mund qarqet cakturat flitet se janë dy çmime, një që dihet dhe një që s'dihet. Kjo është një çështje tjetër, kjo është plan për hetusin që të merret me këtë çështje dhe ta vërtetojnë vërtet sa është e qëndrueshme kjo ose sa është e qëndrueshme. Sot në një mënyrë folëm për privatizimin e Valës dhe na thanë se ka vendim. Unë të nderuar deputet juve edhe opinionit muj garantuar se nuk ka asë një vendim ligjor dhe asë një ligj mi bazën e të cilit është privatizuar Vala. Në vitin 2011, kur ka ardhur ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2011, me te ka ardhur një vendim i qeverisë, i cili vendim është tërhiq me kërkesën e kryeministrit. Pasi në ligjin
për bugjet financat vitit 2011 ka hyrë në nenin 4 që mund privatizohet edhe pse ishte një farë e këtë parësyshme, por e ka pas ligji i vitit 2011 se mund privatizohet posta. Mirë po, në dispozitat përfundimtare të ligjit shkruan qartë se ligji me gjithë atë që e ka mrenda është valid deri në mesnatën e 31 dhjetorit vitit 2011. Pra, me natën e 31 dhjetorit 2011, ai ligj është jo valid, i ka kaluar mandati. Prandaj, kushdo që mbështet këtë privatizim, duhet ta dinë se po e mbështesin një privatizim të paligjshëm. Dhe unë këtë rast e shfrytëzoj këtë foltore, më kërkuar nga Bashkimi Evropian, pasi ata ka një trup të Euleksit këtu, që të na binë prokuror dhe gjyqtar më të përgjegjshëm, më profesional, dhe të hetojnë këto gjërat të paligjshme, se ata po na thirren për ditë se nuk po zbatohet ligji në Kosovë dhe ne nuk po mujmë me liberalizu vizat. Ne po thom eni me ekspertujt, atëherë ose legjitimoni ose mos e legjitimoni këtë proces të paligjshëm. Nuk ka bazë ligjore ky privatizim. Këto duhet ta dim të gjithë. Dhe kushdo që tenton mi dhon bazë ligjore, këtij vendimi s'ka drejt. Fuqia e ban veten. Po drejtësi dhe ligj këtu nuk ka. Kjo duhet jetë të qartë. Dhe unë po flas më tepër për deputetët që i kam përballë se sa për të tjerët. Ligj nuk ka dhe unë mendoj që asnjë deputet nuk duhet ta miratoj një diçka që është e paligjshme. Ajo pasuri s'është e njerëzve që mund të jetë një mandat deputet në pushtet. Ajo pasuri është e Kosovës, ato duhet ta ruajmë. Ne kemi luftuar për ta ruajtur atë pasuri. Vim të Trepça, pasuri më të madhe se mineralet që i ka Trepça dhe pjesë tjera që kanë qenë të bashkangjitur, Trepçës Kosova nuk ka. Dhe unë mendoj që këtë pasuri nuk mund t'ja lëmë si pasuri shoqërore ta privatizon agjencioni i privatizimit. Nëse bëjmë këtë krim, duhet edhe mbështesim na ta dim që na përfaqësuesit të zgjedhur qytetarëve të Kosovës po e bëjmë këtë krim. Nuk di, ndoshta nesër dikush del e mbështet edhe një diçka tillë. Po ne duhet të themi, ne e kemi marrë besimin nga qytetarët, ne kemi luftuar për çant lihen këtë vend, ne dojmë këtë pasuri me shfrytëzu për të mirën e vendit tonë, për të mirën e fëmijëve tonë. Nuk guxojmë ne pse dikush për interesa edhe personale, njerëz janë dhe njerëzit po gabojnë, që ti morëm ata që e dojnë këtë vend më shumë se na. Jo, unë tash du me fol për vete. Unë 15 vjetë kam qenë i denuar, ka dhe denuar tjerë këtu që sot i kanë ra pak pishman, për Kosovën. Kem qenë luft, e di që për jo djegë dhe po mje mirë që për jo djegë, dhe unë muj me thanë, që jo që kam qenë i gatshëm se sakrifiku vetë vetën. Kam hynë dikun që kam qenë ndoshta i bindur që edhe familja ime mund sakrifikohet. Por Kosova tjetë lirë dhe Kosova të fiton. Dhe ata që si ka munguar kur gjënë, s'mund të dojnë kur do që t'jenë, dasht Evropës, dasht Azijës, s'mund të dojnë Kosovën më shumë se na. Ne po dojmë ndërtojmë shoqëri demokratike, shoqëri që bazohet me ligj, dhe një shoqëri ku nuk respektohet ligji dhe ku privatizohet pasuria në mënyrë të paligjshme,
aty nuk ka perspektivë demokracia, aty nuk ka perspektivë vlerat evropiane, as euroatlantike. Prandaj, mendoj që duhet të thirrë mendjes për privatizimin e Trepçës nuk mund t'ja lëmë një agjencioni. Ashtu që kemi formuar, kemi njerëz ekspert, ka edhe këtu që kanë orë më në ndigju sot, ka edhe të tjerë që janë këtu, ka njerëz që e ka një përvojë jetësore, ka njerëz që e ka një përgjegjësi njerëzore dhe intelektuale, edhe kombëtare, dhe le ta formojmë një ekip e cila do ta formëson një strategji të zhvillimit ekonomik. Dhe të privatizimit pse jo? Por jo kështu. Ne nëse ja lëm, mund t'ja lëm, ta hauki edhe Trepçën. Po atëherë kuna po e vjen radha. Atëherë do një vjen radha neve dhe nuk është mirë. Ma mirë është që mos ta lëm ukit ta në Trepçën, që mos na hanë edhe neve ma vonë. Faleminderit për vëmendjen.